Përshëndetje, unë jam Klia, studente e Universitetit Epoka. Siç e dimë, jetojmë në një mjedis ku termi teknologji është mjaft i lidhur me termin maskilizëm. Duke qenë se jemi studente të degëve, përkatësisht të degëve inxhinieri elektronike dhe kompjuterike, e kemi ndjerë mjaft presionin e këtij diskriminimi. Dhe për këtë arsye menduam se do të ishte mirë të krijonim një projekt i cili do ta zvoglonte sa më shumë këtë diskriminim dhe do të kishte një impakt akoma dhe më të mirë në shoqëri. Projekti jonë quhet Code in Rose dhe është një gërshetim i feminizmit, teknologjisë, kreativitetit dhe humanizmit. Unë jam Fiore Alba, studente në Universitetin Epoka. Hapat e para të Code in Rose ishin në Tirana Startup Weekend, ku ne morëm vendin e tretë. Më pas, me fitimin e vendit të tretë në Tirana Startup Weekend, ne mundëm të kualifikoheshim për në Global Startup Weekend, në cilët dolëm në 10-ën e parë në kategorinë e femrave. Faza tjetër ishte pjesëmarrja në ëndra ime 2015, një program i kryeministrit, në cilën ndolëm në vendin e 22 nga 30 projekte të zgjedhura për të financuar. Përshëndetje, unë jam Anisa dhe studioj në Universitetin Epoka. Ekipi ynë përbëhet nga 5 vajza, 3 prej të cilave studion në Universitetin Epoka për inxhinieri kompjuterike dhe elektronike, ndërsa 2 të tjerat për informatikë ekonomike. Secila prej vajzave është përgjegjëse për ndarjen për planifikimin specifik të paktën një workshopi, por të gjitha bashkëpunojnë për qëllimin e përbashkët, i cili është sensibilizimi dhe trajnimi i femrave. Atëherë, kryesisht që dim dhe nga Code in Rose, trajnimi jonë do të përmbajë vetëm vajza, do të jenë kryesisht të grup moshave 9 deri në 13 vjeç, ku do t'i ofrohen trajnime me bazat kompjuterike të programimit elektronike, por më pas projektet e vazhdim do të përmbajnë grup moshat kryesisht gratë në moshën e mesme për t'i trajnuar për të njëjtat tema. Institucionet në cilat Code in Rose do të bashkëpunoj janë Ministria e Inovacionit me Shërbimin Kombëtar të Rinisë, të cilat kanë me projektin e saj më të fundit Qendra Rinore, na kanë ofruar një vend në cilën ne mund të zhvillojmë trajnimet tona. Teknologjia ka nevojë për vajza dhe ne duhet të besojmë që mundemi.